se studentët tonë avancojnë më shpejt. Po ju tregoj 5 arsyet kryesore. E para, sepse çdo dizajn ka një qëllim. E dyta, nuk është thjesht një sipërfaqe për ushtrime. E treta, është ndërtuar për ta udhëhequr studentin hap pas hapi nga niveli fillestar deri tek ai i avancuar. E katërta, çdo nivel forcon një aftësi, kontrollin e dorës, definimin e vijave dhe precizitetin. Dhe e pesta, studenti fiton praktik dhe vetbesim për të vazhduar punën në klient real. Rezultatet profesionale fillojnë me praktikën e duhur.